Shqipëria u kthye javën e shkuar në qendër të vëmendjes mediave botërore me faktin se kryeministri vendosi që të përfshin në kabinetin e tij qeveritar një produkt të inteligjencës artificiale, një chatbot të quajtur Diella, që më herët kishte shërbyer si asistent virtual në platformën e-Albania. Është një produkt i cili pritet që të bëjë analizën, ofertuesit, ofertat që do të vinë nga kompanitë private në tenderet publik dhe më pas do të bëjë shpalljen e tyre edhe fitues. Nëse do të ishte një individ, nëse do të ishte njerëzor, Diella do të kishte një certifikat lindjeje të ngjashme me këtë, që në fakt është një produkt i inteligjencës artificiale. Është Diella, një asistent virtual me datë lindje janarin e vitit 2025, është krijuar nga Akshi, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, dhe në fakt do të jetë në mentorimin e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë Edi Rama. Shtetësia Shqipëria Digjitale, Vizioni 2030 e kemi edhe në kuadër të strategjisë së inteligjencës artificiale 2025-2030, është ministër virtual i inteligjencës artificiale. Shqipëria bëhet shteti i parë i cili ka në kabinetin e saj një ministër produkt të inteligjencës artificiale, ndërkohë që Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pasur një ministër fizik për inteligjencën artificiale, një certifikat e cila mban vulën e Akshit, Autoriteti Kombëtar i Shoqërisë së Informacionit, datë 17 shtator 2025. Bëhet fjalë për një chatbot i cili e përsëris do të analizojë tenderat publik.